Ekonomia maqedonisë së Veriut radhitet në vendin e 4 sipas rritjes së bruto prodhimit vendor. Paranesh janë vetëm Irlanda, Danimarka dhe Polonia. Kështu bëri të ditur kryeministri Christian Mickoski. Sipas tij, në 3 mujorin e parë të vitit 2025, rritja reale e BPV-s që nga zgjedhja e kësaj qeverie ka qenë mbi 3%, ndërsa rritja e përshtatur arrin në 3.2%. Në 3 mujorin e parë të vitit 2025, rritja reale e prodhimit bruto vendor, që nga zgjedhja e kësaj qeverie, është mbi 3%, ndërsa rritja e përshtatur është 3.2%, sipas dhënave të publikuara nga Eurostati. Kjo është shumë e rëndësishme dhe nuk është një rastësi. Është dëshmi që rezultatet janë të garantuara kur shteti udhëhiqet me dije, durim dhe këmbgulje. Ai shtoi se qeveria ka qenë e vetëdijshme që nuk duhet të humbte kohë dhe se është hapur një kapitull i ri i rritjes ekonomike, i cili, siç tha, është sinjal i qartë se reformat po japin rezultate konkrete. Nëse duam që deri më 2030 të jemi edhe më lartë në listë, duhet të ruajmë një mesatare vjetore të rritjes mbi 4%. Kryeministri vlerësoi se arritja e këtyre rezultateve ekonomike është fal guximit, vizionit dhe shumë punës së bërë nga institucionet dhe sektori privat. Mund të themi lirisht se ekonomia është më në fund stabilizuar në intervalin prej 3% deri në plus 3%, diçka që më parë ishte një mision i pamundur, u shpreh Mickoski.